Mirëmëngjes të nderuar teleshikues të Drita Televizionia, ku u takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do ta ndiqni çdo ditë në orën 7:30. Data sot shënon 20 maj dhe ne kemi përgatitur për ju disa materiale që lidhen pikërisht me këtë datë. Ju ftoj që t'i ndiqni. Një tërmet në Siri dhe Antioki vret mbi 300.000 njerëz. 1498, eksploruesi portugez Vasco da Gama mbërri në Kozhikode, më parë njohur si Calicut, Indi. 1570, kartografi Abraham Ortelius propozon atlasin e parë modern. 1883, erupton vulkani Krakatoa, duke quar të shkatërrimi i vulkanit 3 muaj më vonë. 1902, Kuba fiton pavarësinë nga Shtetet e Bashkuara. Thomas Estrada Palma bëhet presidenti i parë i Kubës. Lindje. 1901, lindi Ernest Koligi, shkrimtar e publicist shqiptar. 1975, lindi Andrew Stega, muzikant amerikan. 1930, lindi Petrit Kumi, fotograf e piktor shqiptar. Vdekje. 1506, vdik Cristoforo Colombo, detar italian. 1940, vdik Vernon von Edenstam, poet dhe romancier suedez, nobelist. Festa dhe përvjetore. Dita botërore e diversitetit kulturor. Për sot kemi përgatitur biografinë e Alfred Hitchcock, i cili ishte një direktor anglez filmash. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Alfred Joseph Hitchcock, 13 gusht 1899, 29 prill 1980, ishte një regjisor anglez. Ai konsiderohet gjithësisht si një nga figurat më me ndikim në historinë e kinemas. Në një karrierë që përfshin 6 dekada, ai drejtoi mbi 50 filma artistik, shumë prej të cilëve ende shihen edhe studiohen gjithësisht sot. I njohur si mjeshtri i suspense, ai u bë i njohur si çdo aktor i tij fal intervistave të tij të shumta, roleve të tij në pjesë më të madhe të filmave të tij dhe organizimit dhe prodhimit të antologjisë televizive Alfred Hitchcock Presents 1955-65. Filmat e tij mblodhën 46 nominime për çmimin Oscar, duke përfshirë 6 fitore. Megjithse ai nuk e fitoi kurrë çmimin për regjisori më të mirë, pavarësisht 5 nominimeve. Hitchcock fillimisht u trajnua si në punës teknik dhe shkrimtar i kopjeve përpara se të hynte në industrinë e filmit në vitin 1919, si dizajner i kartave të titullit. Debutimi i tij regjisorial ishte filmi bazë britaniko-gjerman The Pleasure Garden 1925, filmi i tij i parë i suksesshëm The Lodger, A Story of the London Fog 1927, ndihmoi në formosimin e zhanrit thriller, dhe Blackmail 1929 ishte i pari folës britanik, thrillerit e tij dhe 39 Steps 1935 dhe Lady Vanishes 1938 renditen ndër filmat më të mëdhenj britanik të shekullit të 20. Deri në vitin 1939 ai pati njohje dhe producent ndërkombëtar David O. Selznick e bindi atë të transferohej në Hollywood. Pasuan një varg filmash të suksesshëm, duke përfshirë Rebecca 1940, Korrespondenti huaj 1940, Suspense 1941, Shadow of Doubt 1943 dhe Notorious 1946. Rebecca fitoi çmimin Oscar për filmin më të mirë, me Hitchcock të nominuar si regjisori më i mirë. Ai u nominua gjithashtu për Varg Shpëtimi 1944 dhe Spellbound 1945. Pas një qetësie të shkurtër komerciale, ai u kthye për të formuar me Strangers on Train 1951 dhe Dial for Murder 1954. Më pas ai vazhdoi me regjinë e 4 filmave të renditur shpesh ndër më të mëdhenjt e të gjitha kohërave: Dritarja e pasme 1954, Vertigo
xhirimi në xhirim. Një film i Hitchcockut është një organizëm me të tërën e nënkuptuar në çdo detaj dhe çdo detaj të lidhur me të tërën. Hitchcock bëri shumë filma me disa nga yjet më të mëdhenj në Hollywood, duke përfshirë 4 me Cary Grant në vitet 1940, në vitet 1940 dhe 1950, 3 me Ingrid Bergman në gjysmën e dytë të viteve 1940, 4 me James Stewart me një dekadë duke filluar në 1948 dhe 3 radhazi me Grace Kelly në mesin e viteve 1950. Hitchcock u bë shtetas amerikan në vitin 1955. Në vitin 2012, thrilleri psikologjik Hitchcock Vertigo me Stewart në rolin kryesor zhvendosi qytetarin Kane të Orson Welles 1941 si filmin më të mirë të bërë ndonjëherë të Institutit Britanik të Filmit bazuar në sondazhin e tij mbarëbotëror. Me qindra kritik filmi, që nga viti 2021, 9 nga filmat e tij ishin përzgjedhur për të ruajtur në regjistrin kombëtar të filmit të Shteteve të Bashkuara, duke përfshirë të preferuarit e tij personal Shadow of Doubt. 1943, ai mori bursën BAFTA në 1971, çmimin Afterlife, Archivement në 1979. Kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim mbi alibinë e histerisë. Alibia e histerisë është një koncept i përdorur për të përshkruar fenomenin ku individët përdorin simptomat e histerisë si një mbulesë apo justifikim për të shmangur përgjegjësitë ose për të fituar përfitime të caktuara sociale, emocionale apo ekonomike. Ky koncept u shfaq kryesisht në fund të shekullit XIX dhe në fillim të shekullit XX, në një periudhë ku histeria ishte një diagnozë mjaft e zakonshme, veçanërisht për gratë. Histeria është një term që ka rrënjë në antikitetin grek, ku mjekët, përfshirë Hipokratin, besonin se kjo gjendje ishte e lidhur me maternitetin. Gjatë shekujve, histeria u perceptua si një sëmundje e veçantë për gratë, që përfshinte një sër simptomash fizike dhe mendore, përfshirë konfuzione, paraliza, spazma dhe gjendje emocionale të paqëndrueshme. Në shekullin e 19, histeria u bë një nga çështjet më të studiuara në fushën e neurologjisë dhe psikologjisë. Termi alibi e histerisë u përdor për të përshkruar rastet kur simptomat të ndryshme histerike shfaqeshin si një formë mbrojtjeje apo si një mënyrë për të shmangur situata të caktuara. Këto situata mund të përfshinë shmangjen e përgjegjësisë. Individët mund të shfaqin simptoma histerike për të shmangur detyrat apo përgjegjësitë e padëshiruara, si për shembull, punët shtëpiake ose angazhimet profesionale. Përfitime sociale ose emocionale, simptomat mund të shfaqeshin si një mënyrë për të fituar vëmendjen, kujdesin ose simpatinë e të tjerëve. Në një shoqëri ku roli i grave shpesh ishte i kufizuar dhe i mbikëqyrur, histeria mund të ofronte një rrugë për të tërhequr vëmendjen dhe për të fituar një lloj lirie personale. Ndikimi psikologjik. Simptomat e histerisë mund të shërbenin si një mekanizëm mbrojtës psikologjik kundër stresit të madh emocional apo traumës. Në këtë kontekst, simptoma fizike mund të ishin një shprehje e konflikteve të brendshme të individit. Me zhvillimin e psikologjisë moderne dhe neurologjisë, koncepti i histerisë dhe alibia e saj janë rishikuar dhe shpesh kritikuar. Diagnostikimi i histerisë u bë i diskutueshëm për shkak të natyrës së tij të përgjegjshme dhe të pakuptueshme, dhe u kritikua si një formë e patologjizmit të përvojave normale emocionale dhe të jetës së grave. Mjekësia moderne dhe psikologjia e kanë zëvendësuar këtë diagnozë me terma më të saktë dhe të bazuar në evidencë, si për shembull çrregullime konvertimi ose çrregullime somatike. Pavarësisht këtyre zhvillimeve, koncepti i alibisë së histerisë mbetet një shembull interesant i mënyrës se si simptomat psikologjike dhe fizike mund të përdoren ose të interpretohen në kontekste të ndryshme kulturore dhe sociale. Ai ilustron se si shoqëria dhe dinamika e fuqisë mund të ndikojnë në shfaqjen dhe trajtimin e çrregullimeve mendore dhe fizike. Në përmbledhje, alibia e histerisë nënvizon një aspekt kompleks të marrëdhënies midis individit dhe shoqërisë, duke treguar se si simptomat mund të kenë funksione të shumëfishta, përfshirë ato mbrojtëse, komunikative dhe manipulative. Kjo na kupton rëndësinë e kontekstit kulturor dhe shoqëror në kuptimin dhe trajtimin e shëndetit mendor. Në vitin 1881, një grua u shpall e pafajshme për vrasjen e burrit që prishi fejesën mes tyre, duke përdorur alibinë e histerisë. Një mjek i tha juristë se çdo grua e virtytshme, kur privohet nga virtyti, padyshim që do të shmendet. Gjykata e liroi brenda 20 minutash.
Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 20 maj 2026 do të karakterizohet nga mot kryesisht stabil dhe i ngrohtë, me intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa rreshtet e izoluara do të mbeten në zonat lindore. Paraditja do të jetë tek fjellët në ultësirën perëndimore dhe bregdet, ndërsa pasditja sjell vranësira të lehta kalimtare në zonat malore, verilindore dhe juglindore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 24 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 7 deri në 10 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi perëndimor dhe jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar deri i lartë rreth 6. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:11 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 13 deri në 24 gradë Celsius, Kukës 10 deri në 21 gradë Celsius, Peshkopi 10 deri në 19 gradë Celsius, Tiranë 14 deri në 22 gradë Celsius, Durrës 13 deri në 22 gradë Celsius, Kavaj 12 deri në 21 gradë Celsius, Elbasan 13 deri në 23 gradë Celsius, Berat 12 deri në 22 gradë Celsius, Korç 6 deri në 17 gradë Celsius, Vlorë 14 deri në 22 gradë Celsius, Gjirokastër 11 deri në 21 gradë Celsius, Sarandë 14 deri në 23 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 20 maj 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht stabil me vranësira të pjeshme dhe intervale të shumta me diell. Paraditja do të jetë kryesisht tek fjellët në pjesën qendrore dhe jug-perëndimore, ndërsa pasditja mund të sjellë shtim të lehtë të vranësirave pareshje domethënëse. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 8 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:01 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 22 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovic 11 deri në 19 gradë Celsius, Podujev 9 deri në 17 gradë Celsius, Skënderaj 11 deri në 19 gradë Celsius, Pej 11 deri në 17 gradë Celsius, Prishtinë 9 deri në 18 gradë Celsius, Gjakov 11 deri në 20 gradë Celsius, Malishev 11 deri në 19 gradë Celsius, Gjilan 8 deri në 18 gradë Celsius, Ferizaj 11 deri në 18 gradë Celsius, Kaçanik 10 deri në 17 gradë Celsius, Suharek 11 deri në 20 gradë Celsius, Prizren 12 deri në 17 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e ditës së sotme. Do të shihemi sërish nesër në PT 1 orë. Për më tepër ju ftoj të ndiqni programacionet e Drita Televizion. Mos harroni gjithashtu të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale: TikTok, Instagram, Facebook dhe Twitter. Për të rijat më të fundit, vizitoni faqen tonë zyrtare drita.tv.